dhurat për vajzën, masi mbaroi shkollën e mesme, kolegjin turk, kënduam një duet bashk, bia ime. Po të rastisë, po të hysh është një këngë e bukur kompozuar nga Edmond Xhulali, me tekst të Jorgo Papingjit. Ajo ishte dhurata e babait. Dhe jam i kënaqur shumë për edukatën që kanë marrë, Anila është përkushtuar shumë, janë rritur me gjyshe, gjyshen e kanë pasur diplomate. Dhe 3 muaj mbushte 100, por ishte me mend edhe me shumë, e ndjej mungesën shumë. Unë jam fëmia i fundit dhe e kemi ndjer shumë ikjen e nëndetes, me thënë të drejtën. Më tregove mbrëm sa shumë është kujdese dhe Anila edhe ju për nëndetën. Shumë, përkushtuar në maksimum. Edhe u pikluat shumë. Kam pasur dhe një motor të smur, edhe do më thënë një përkushtim, Zoti ja ktheftën të mira tek fëmijët, edhe tek ajo vetë, kështu që ka një vlerësim e një respekt jashtëzakonshëm. Edhe dje përmendëm edhe tani po e përmendje, edhe unë si nane 2 vajzave dhe ju, kush ka vajza botën ka? Botën ka. Është e vërtet. Me djalin mërzitem në njëri, them, bab, Amisa merr çdo ditë, ti thash afër të kam edhe je, po si janë çunat? Si janë çunat? Po jam i kënaqur, ka një nuse të mrekullueshme, janë në një familje shumë të mirë Tiranës, të vjetër, dhe jemi të kënaqur. Deri tani, shqyr Zotit, jemi mirë.